Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Mëlçia është një nga organet më të rëndësishme të trupit tonë. Ajo luan një rol kyç në filtrimin e toksinave, prodhimin e hormoneve, tretjen e yndyrnave dhe ruajtjen e vitaminave dhe mineraleve. Por stili modern i jetesës, ushqimi i përpunuar dhe ekspozimi ndaj kimikateve mund ta ngarkojnë atë më shumë se sa duhet. Fatmirësisht, natyra na ofron disa zgjidhje të thjeshta dhe efektive. Sot do t'ju prezantojmë 5 pije më të mira që ndihmojnë në pastrimin natyral të mëlçisë. Uji me limon. Uji me limon është një nga mënyrat më të thjeshta dhe më të fuqishme për të stimuluar pastrimin e mëlçisë. Limoni është i pasur me vitaminë C dhe antioksidantë që ndihmojnë në prodhimin e enzimave të mëlçisë dhe në shpërbërjen e toksinave. Pini një gotë ujë të ngrohtë me lëng limoni çdo mëngjes me stomakun bosh për rezultate më të mira. Çaj me sherebel dhe rozmarin. Kombinimi i këtyre dy bimëve aromatike ka veti të forta detoksifikuese. Sherebela ndihmon në qetësimin e sistemit tretës dhe përmirëson funksionin e mëlçisë, ndërsa rozmarina stimulon qarkullimin e gjakut dhe largon toksinat. Një filxhan çaji i ngrohtë në mbrëmje mund të bëjë mrekulli për pastrimin e organizmit. Lëng panxare. Panxari është një super ushqim për mëlçin. Ai përmban betain, një substancë që ndihmon në riparimin dhe rigjenerimin e qelizave të mëlçisë. Lëngu i panxarit i freskët, i kombinuar me pak karrotë ose mollë, është një përzierje ideale për të mbështetur shëndetin e këtij organi jetik. Çaj me lule radhiqe. Lule radhiqja është një nga bimët më të vlerësuara për pastrimin e mëlçisë. Ajo stimulon prodhimin e tëmtet, përmirëson tretjen dhe ndihmon në eliminimin e toksinave nga gjaku. Mund të përdoret në formë çaji ose edhe si ekstrakt bimor në pika. Smoothie me bar grure. Bari i grurit është i pasur me klorofil, i cili ndihmon në pastrimin e gjakut dhe në rigjenerimin e qelizave të mëlçisë. Një gotë smoothie me bar gruri të freskët, spinaq dhe pak limon është një bombë vërtet energjie dhe pastrimi për trupin. Pastrimi i mëlçisë nuk kërkon detoks ekstreme apo produkte të shtrenjta. Mjafton të përfshini këtë pije në rutinën tuaj të përditshme dhe të mbani një stil jete të shëndetshëm. Kujdesi për mëlçin është kujdes për të gjithë organizmin. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.